Thot Ibn Qayyimi, Allah e mëshiroft, thot, çka e nxorri babën tonë prej xhenetit? Çka e ka nxjerr? Gjunohi. Çka e boni shejtanin të mallkum? Gjunohi. Çka i dënoi popujt që ishin para neve? Dikush me gure, dikush me uje, dikush me tofane, dikush me tërmet. Pse ju ndodhi kjo? Gjunohi. Pastaj Ibn Qayyimi e përmend çdo popull, popullin e Shojbit, popullin e Hudit, popullin e Lutit, popullin. Çka i shkatërroi ata? Gjunohi. Mon rrezik i madh. Rrezik i madh sepse Ademin alayhis salam Allahu e ka nxjerr prej xhenetit për shkak të gjunohit, mirë, po dikan prej neve mundot Allahu me ja banu hyrjen në xhenet, ku me ditë sa për një gjunoh, ose për gjunohat të cilat i bën. E që nuk i kushton vëmendje. Pastaj gjunohat të ndrojë vëllezër. E nuk është çuçi vlerësojmë na. Gjunohat është çuçi vlerësoj shariati. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, do muslimani e thot një fjalë si jam në veshin fort edhe. Që me vetë pse thau që ty aty bezdi mu dha që ashtu me thonë edhe e thash. Mirë po thot, me këtë fjalë e fundos vetën 70 vjet në xhenem. Një fjalë. E lehtë, fjalë me fjalë goje kur gjos. Fjalë goje për 70 vjet i kushton dikujt. Mu djeg në zjarr xhenemit. E kështu që madhësia e gjunohit dhe rreziku i gjunohit është çysh e ka përshkruar Islami, sa e ka parapor rrezikun, jo sa e parashojmë ne. Sikurse kur dojmë me bëj gore me dikan, edhe bëjmë ajgore sipas kanarit ton, ndërsa ato e prekëm, e the, jo pse s'bam mu prek këtu në fjalë, sprejkesh ti, pa me tjetër vagu të mot. Ndrysh të motaj. Domthon kët hajgora ai s'u përballon, edhe pse ti e përballon ashtu. E kështu që në këtë rast të gjunohëve duhet me mot me kanarit, çysh e ka përshkruar Islami.